Pas shumë dilemash e polemikash, Taravari edhe përfundimisht u largua nga qeveria. E lëvizjet e këtilla, her me njërën e her me palën tjetër, janë bërë disa herë edhe në të kaluarën. Por këtë radhë për publikun mbetet e paqartë arsyeja e saktë e largimit, pasi argumentet u ndryshuan disa herë. Fillimisht si arsye ishte që 70% e shqiptarëve nuk i besojnë kësaj qeverisje, e më pastaj se problemi qëndron te listat e këshilltarëve, e që në fund të deklarohet se pritet të arrihet marrëveshje me BDI-n për zgjedhjet lokale. E ndryshimi i shpesht i argumenteve nuk është i mirë për personalitetin e një politikani, pasi ata atëherë identifikohen si politikan pragmatik, që ndryshojnë qëndrimet e tyre sipas rrethanave. Dhe fatkeqësisht kjo është një tregues i mungesës së një ideologjie të qëndrueshme dhe mungesë e parimeve. Politikanët, të cilët shpesh i ndryshojnë taboret politike, duket se politikën e shohin si një lojë pazari, e jo si një angazhim për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Sot me njërin, nesër me tjetrin, ndërsa populli mbetet gjithmonë i mashtruar. E si arsyetim për daljen nga qeveria, u përdor edhe fraza "ne nuk kemi lindur në qeveri", por e vërteta është se askush nuk ka lindur në qeveri. Por kur e merr pushtetin, ti nuk merr vetëm privilegje, por edhe përgjegjësi për zgjidhur problemet e qytetarëve. Dhe largimi nga qeveria nuk mund të fshihet pas frazave poetike, sepse qeveria nuk është një vend ku ti qëndron teksa ndihesh mirë, por është vendi ku merren vendimet për çështjet të cilat i tangojnë qytetarët. Nga ana tjetër, edhe votuesit dhe aktivistët e Aleancës për Shqiptarët të Taravarit, me siguri se nuk e kanë pritur mirë prishen me Vlenin dhe daljen nga qeveria, sepse vetë ata para një viti kanë votuar për ndryshim. Dhe mendoj se periudha në vijim do të jetë një sfidë e madhe për Taravarin. Ai fillimisht do të ballafaqohet me funksionarët dhe aktivistët e tij, të cilët nuk do të ndjekin rrugën e tij dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë me Vlenin. E ai, nga ana tjetër, do të përpiqet që të bindë elektoratin e tij se e vërteta është në anën e tyre, por në të njëjtën kohë do të përpiqet edhe të arrijë një marrëveshje me Bashkimin Demokratik për Integrim për zgjedhjet lokale, gjë që mendoj se do të jetë shumë e vështirë, pasi që BDI-ja atij nuk i jep mbi dy komuna. E nga ana tjetër, po ashtu as Fronti Evropian nuk do ta pranojë aq lehtë Taravarin në koalicionin e tyre, për shkak të frikës që të mos prishen raportet partijake brenda vetë Frontit Evropian. Dalja e Taravarit nga qeveria është si një infuzion për BDI-n, e cila tani do të bëhet edhe më e zëshme duke kontestuar legitimitetin e Vlenit. Nga BDI-ja, ditë për dite, do të deklarojnë se numri i 9 deputetëve shqiptar në shumicën parlamentare nuk është i mjaftueshëm për të përfaqësuar shqiptarët në qeveri. Por kjo, sipas mendimit tim, as pak nuk qëndron, pasi legitimitetin Vleni e ka fituar në kutit e votimit, ku ka arritur një rezultat zgjedhor prej 107.000 votash. E pazarllëqet të cilat bëhen pas zgjedhjeve parlamentare në korridoret e fsheta për kalim të deputetëve nga njëri tabor në taborin tjetër politik, nuk e dëmtojnë legitimitetin e fituar në zgjedhje. BDI-ja, e cila siç duket nuk është në gjendje të krijojë një identitet të ri politik dhe një vizion të qartë për të ardhmen, vazhdon të refuzojë që të reformohet, dhe duke mos patur çka të ofrojë BDI-ja për zhvillimin e komunave në vigjilje të zgjedhjeve lokale, ato vazhdimisht topin e hedhin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Por, kur nuk kanë kaluar akoma asnjë vit nga formimi i qeverisë, kërkesa për zgjedhje të parakohshme është jashtë çdo logjike. E për zgjedhjet e parakohshme nuk është e interesuar as VMRO-ja, e cila momentalisht ka një shumicë shumë stabile. VMRO-ja dhe Vleni do të punojnë fort për të fituar komunat më të mëdha urbane. Dhe me fitoren eventuale të Vlenit në zgjedhjet lokale, ata do të dëshmojnë se e kanë besimin e plot të qytetarëve. Në periudhën që pason, mund të ketë edhe zhvillime tjera politike, por qytetarët nuk duan më të shohin teatr politik nga politikanët e vjetruar që vazhdojnë të mashtrojnë me premtime të cilat vetë ata asnjëherë nuk i realizuan.